Që shtu pianistë tonë të emisioni shikus të ndërruar, një numër 714 emisionin të Oksigen në Klan Kosova, mësafiri në karë natë aktorës sonte, o ka na pret, por na jemi falendërus dhe falendorim Interrex, që është sponsor në Oksigen, brendi madhi marketeve, me çmimet lira, furnizimin tepër të gjëra, asortimani pasër, shkatdonjë dhe mikpritja është high class në Interrex, e kom provu vetë shumë shpesh. Loja madhe shpërblyese, kush organizon? Interrex, 12 javë, ka fillu me 30 mars, plus 12 javë. Bëhet tërheqja e shpërblive. A ka shpërblive? Ja, s'ka, ja, pa shpërblive, o vish kështu lojë shpërblyese, qysh mës ka shpërblive? Lëm, shumë ka, qep ju lezoj. Muni, me përfitu voucher vjetor në Interrex me 3600 euro, pastaj voucher në Shell me 1200 euro, dhe mek, 1200 euro voucher nav benzin shkat ka në Shell. 165 voucher me vlerë 100, 200 dhe 300 euro. Disa vena, kur i mbledhim këto krejt, bojnë 30.000 euro të buta. Ka dalje, kohë kemi edhe ju, edhe na. Halako. Pushime all inclusive, prap Interrex. Voucher në dartin vlerë 10.000 euro teknik të bardhe të zezë. Më shku me zgjeta të shkat dëni. Vetura, treja, a ka, që s'ka, Renault Clio 3 Copat 00 2026 dhe premia banes në Prishtinë. Interrex. Qysh më po pjesë e lojë shpërblys shumë, thjesht i mushni ato kuponet e brendeve që jenë pjesëmarrëse në lojë, i gjuni aty, mallin që i ki ble e qërë në shpje hanepin e bën, dhe pret mas ne, vish ku të thot gruja ose vllave ose motra ose burri, qysh se fitu, shë e ka folë më unë fitova baksius më jam, bashkë ti kime fitu pra. Interrex, faleminderit Interrex. Prince Cafe, kafja jon, Prince Cafe, që kë sani ri, pa, që 3-1, intens, rish, pasuni, po bukuri, vëlla, me ta knja shpirtin, arom speciale, kush? Prince Cafe. Brendi i madh, giganti televiziv, Art Motion. Krejti keni aty, me digital, me tringa, me këtë kanalet, me sporte, me futbolla, me basketbolla, me filma, me dokumentar, me krejt. Komplet. Edhe Klani aty, edhe Oksigeni aty, e tjera, Art Motion, Prince Cafe, dhe Interrex. Mosafiris, besoj që më ka mërzit se është qasi energjie ka pozitive, qasi insoni që ditëshëm, që i kumpia 2 kafe një jetë me to krejt, po më do këtë që kum najt, me to një 30 vjetë. Pse, frajer me përvoj idealen aktor, e ka kry këtu akademin e aktrimit e Enver Petrov, si profesorin ndëruar, por sot jeton dhe vepron në Toronto, në Kanadë, do më thonë. Aktiv sot dush në për bot, në për plët filma botëror ka lujt, edhe Shqip. E ka një farë premiere sontet, një farë filmin a kalzon vetë ma vonë, e therëm shpejt këtu, thash mas por i vjen bon sefte, mas në shko ka dush, se kemi jarang shtu nga distanca. Besa dhe i podcastja ka njës lezej, që më dhe pra ta dojmë mingucë, mi dëshru sukses, se besoj që e bon mirë, e tjera. Që ko kam pratë atje frajeri me syza, me papillon këtu, me 2-3 berka me veti i kesh pësë të isha Gjemi Agaj, që që falo që për shkëpi marrë që atje për ullëm. E ku e me Shqipe, pa. Besim, nuk moj mu të shumë. E ti ba përrim që të mërë. Ja, që të përrim. Bena bukën. Po kështu në kremë se, o jëmë trosh. Qelo ba blok. Qelo ba shpa. Përna dëmë tonë me këto pulla. Besim. Shka bone mërë bot? Falimeres që erdhe. Në më falimeres që në fritë e më i njëri. Shkojmë që atje të ullëm? Shkojmë që atje. A pive që tuja? Apo a? Pak. Da të se kam temin atje. A di shka gjemë shko vetëm se më ka pritaj. Okej. E cila ishta kamera ku? Që atje t'je ullu. Qëto, a? E që më mi ka dollë, dhone. Qështë desimat, kujtohet para dhe djetë e kërë jëmë konë këtu? Hajde, shakina konë. 2016, si dje. Kjo thonë, hajde, që ti fil që del bënë tha emisionin. Unë në dojshë të zonja Zëtrin, mirë mama mirë se erdhet në Oksigen Show, sonë të mi ju është Besim Dina. Që a thra fia tje, që im konë djallë pak ma i ri. Kush s'pas ka ndryshu heq? Pak mirë. Vish ta flokë se t'pas ka ndrojnë poshtë. Pak poshtë. Koftë mirë Besim Dina, fanë dhejtë shumë. Ajde ma blok.
më knaqe më zove me atë pozitivitetin tonë në telefon kur u dëgjum, Phil Gjemi, këtu më në arë, faleminderit pra, edhe një herë. Ka jetë bo, shka dole në Kosovë për pas bushmall me rreth? Unë besim ju marrë me rast sonte, që ditë e ejte, që qarë datën për bjenë sot prill 16 prill. 16 prill. Se episodi shfaqet pak ma vonë. Shtunën, me një herë që me një film. Sonte është premiera e filmit të ri që unë kam qenë pjesa të filmit si aktor, ku e kam lujt rolin e antagonistit. Okej. Filmi quhet Karma. Okej. Regjisor është Esat Feyza, producent është Edona Keqmezi, dhe ai film shfaqet sonte në Cineplex Kosova në Albi Mall. Okej. Shka farvakije bën në këtë film? Po, tash mi apo si dy shokër, tash s'disem në ne kum lujt rolin të Veç rolin, a? Veç rolin, ose kum pa filmi nuk e di. Filmi Karma i Esat Feyzës e paraqet që një energji ku çdo kush e gjen vetën edhe në fund, ato që e bën, ajo gjen. Po. Do me fjalë tjera së një karmës njët. Jo, vlla. Shkat mjelli shkorri bje kjo forë, po. Edhe unë e luj, si shtash ma herët, antagonistin, rolin negativ, se gjithmonë kum lujt rolin negative. Edhe të shkojnë, po, edhe këto qera të shkojnë. Po, më dojë edhe këto tjera të shkojnë, po këto rol negative shumë i kom qef. Edhe, unë i kom marak. Se, aktor ku isha të lujt që ashtu, e ku ta mrin pikën shikusi mi urrejt që atë aktor që atëherë e kim rri, mi urrejt rolin e ti, kuptohet? Po, me arë puna që unë kom qef, që një shikus, po, kur e shë rolin tem, me amari nati, me më rejt qatë shumë. Me t'hin televizion, me të keq koka, që atër ja ku marri qëllimit. Normal që nuk jam djali keq, se ata djemë të mirë lujnë roli negative. Dërsa ata djemë që nuk jam fort djemë të mirë jetë për disë, me kanë qefë më botë mirë film. Po, me hek marakin. Me hek marakin, me ta këshirë që shumë ku djali mirë. Kështu që une i kanë qefë roli negative dhe e falenderoj Esatin për besimin që e ka tregu ndaj me, dhe para 2 vjetë sa me në telefon, thot, ki marrë me pushime dita, thash po. Kështu filmi, thash Esat, falenderoj shumë. Ta dërgoj skenarin edhe tha, trego një, thash, hiq pa ma që skenarin e di që e ke menu, se një prej viti 2010, Esat e ka kry regjin në Poloni. Apo? Po, atje ka studiu, edhe një filmin polak e qek, do mon, është ekspozu me një film, ma mirë me thonë me një shkollë tjetër, për shkollës tonë këtu. E kanë të forë shkollën? Shumë e kanë të forë. Edhe kom besim të malë, thash, as du me lezuve që ma u tha, bërë një avë deti ki, thash ti kushtoj ty, edhe erdha gjirimi shkoj shumë mirë, edhe ma në fundi erë dita me shfaqë. Jo ma shumë i lumë të për to se për veti, sepse a i ka vujt ma shumë se ka qenë, jo veç regjisor, ka qenë skenarist, edhe për regjisorin është si një fëmijë të vogël me marrë me rritë. Se di se investon shumë emocionalisht. Na e vim e gjirojmë rolin ton, edhe mas ne nuk e dim qa bëhet post-produksioni, ti din, montazha, ndriqimi. Ka punë tekniko-artistike, por kjo e këti është ma Roma. Ma e Roma është. Kështu që besoj sonte publiku e prit mirë, edhe kisha pas që ti drejtojmë kamera, gjithë shikuzë, shqiptarë. Jo vetëm këtu, po dhe jashtë, që ndoshta ky film do të udhtojna për botë. Me siguri. Po besoj. Sonte e tutje në Albi Mall, në Cineplex Kosova, i lutëm, ikni shifni atë film, përkra në filmin shqiptar. Po, mëre? Do të me përkra. Qëshjo? Tash, sa është bileta 4 euro gjys, 2 kafe. Hajtë me shok me shku me pa që kanë bo këta shqiptar. Mirë është me përkra artin shqiptar. Qështë e përkra, mini bilet që e blen. Që kaq? Që? Shpresoj që përqej filmi. Zane që pi falë, që ato parë, aty për të metë filmi falë, mi pa. Po, si shikus. Si shikus, edhe e banë e përkra, do manë artin shqiptar të Kosovës. Po, se jemi në fazë të domosdoshme për përkrahin e njëri tjetërin. Unë mendoj që po, edhe unë du me folë për ty tash, jo me të lavdu, po du me përmend qasjen tonë dhe besim. E maj men këtu edhe djetë, kur të kumë shkru një mesazh në Facebook, edhe ma ke këthy për gjysore këtë thonë, hajde. Edhe më ka thonë një ndër aktorët e parë që ka ardhë unë në Oksigen, edhe tha më ke pëlqy qasja jote, shumë njërzore. Frajer më borë më bo. Po, më bo. Pa ato plastika që fatkeqësisht do i kanë. Adin, s'ka nevojë, rri njërzor.
Bono vetvetja, bono për toke, bono modest, edhe pse fatkeqësisht modestia unë mendoj që tek ne shqiptarët asocion pak me dobësi. Dhe me kur je modest je njeri dob, nuk do të thata. Jo, kulturë lartë. Është mendoj që jo kultura lartë, kur tjetër t'jep hapsinën, edhe ja një pozitën ku e ka dhe ja t'jesh mirë njës dhe asaj që është aja aty. Me të po që thojnë, në anglisht thojnë I see you. Ka të shamë mërë Ja ka të shamë, fatni. Për të vrej, për gjithë shka. Kjo është e këto e ke bo atëherë me mu, e ke bo dhe kësaj herë. Jo më bojmë në gjithmonë. Veç, kur diskutojmë që si kur me ty parës, tu pi kafe që folem, njerëz jellëk bre, që më pëdojmë. Shumë, jo veç me mësafir aktor, po me gjithkon. Me gjithkon. Thuje njerëzoren, thuje kur vjen emision, që të bërë njerëzoren, shtu se prej ma është nevoj e domosdoshme. Sot më u folë në për media tona njerëzillyki, dashnia. Dashnia, respekti, mirë njohja. Po pra. Se është një nga virtytet më të larta njerëzore, me qenë mirë njës. Nuk i kushton kujt me thonë një faleminderit. Nëse dikush ta kryen një punë vogël, faleminderit. U gëzafsh, mi thonë. Faleminderit, u gëzafsh. Ta kna shpirtit. Është një aktor i madh, Ian McLennan, s'dja pja theksoj i mbjamnin, është aktor anglez, ka luajtur këto Lord of the Rings. Edhe ai vjen nga Edinburgh, që është në Skotland. Edhe tregon rastin, thotë, sa të kthehem atje, njerin e parë si takoj taksistin, thotë, where you going to, my love? Ku do me të quaj dashni? Dëmon, taksisti, ajtjeti, dëmon shprehin mirë kuptim, dashni, respekt, admirim për një tjetër. Me njëherë, fillim. Në fillim, që start, film. A pa bu me thonë, ku kime edhe me shku, të prehem kom. Po, të prehem kom. Verdit e tjeta. Ose kamarieri kur vjen kështu me sy, qa po dënë? S'ka nevoj. Unë e di që ti s'pagua shumë. Unë jam i vetëdijshëm për atë punë. E di që jeni të pa paguar ç'është duhet. E di që ky shtet ka probleme. Po ti bëne për vetëm. Po për burr, ai e profesionist. Bëno profesionist, atë kur ta bësh e bë ç'është duhet, e reflekton të tjetrin. Një kafe, po ja bie po të lutem, faleminderit. Po jo me vetlla për fjet. Gjënaf. Ani gjë. Jan probleme sociale, nëse hinon kësaj teme, po ju pikeni fat, më të thonë që je atje, po kjo fat jëtë është i bështjellë me shumë sakrifis, dhe sa i shkum Kanada dhe kilon vatanin e... Po fat për ne që me nësjellë një kulturë, përëndimore, po dhe me sjellje, me veshje, në ato pa mësohëm. Tu e vetë dikon që ka përvoj, këtë rast ti, ki pas shumë gjërime edhe me aktor të huje, me regjisor të huje. Prandaj du të më mundu me të shfredzu ty mësona. Bena përvoj pak për atje. Se dhe unë e mësaj, këto do të me ditje. Po dhe? Se unë shumë shkuj mësum atje. Ju munduja ku marë matë mirat shtetit Kanades. Që ta, po pra. Ma kini rujt me smirana i sena. Po, sa. Mirë bën me smi pise, e këshim përdorë dhe për mësafirin tjetër, po tash mas i përshihet në televizion, pi e burë. A du me gëzuar me uja. Mirë se në kjo arë me uja. Mirë si u gjitha. Unë du me ti falenderu sponsor tu. Interexin, Prec Kafe'n. Që ku po fajerë mërti? Po qysh. Art Motion. Që tonë shpiton jemi. Po, shpiton. Po, këta ndihmojnë realizimin e emisionit Oksigen, për me na bojnë edhe mundi, edhe ja 10 herë ma shlirë. Ne jemi 100 herë shlirë, ku më ashtu dhe i dhe që nuk botë. Gëzuar. Për marak me fol, me na alë mësafir, shka dënë me fol, ku ndojmë nabi thirë, nga që që gjyksi. Edhe kompliment për studion, shumë e ngrotë, shumë e mirë, tavolina shumë e mirë. Gjithë shkam vend vetin, gjithë shkam balancë. Po më pëlqen besim. Pastërti, era parfum natural. Po, që shthojnë me në gjako. Me lëpi me gu. Me lëpi me gu. Ta shtoja atë vlerën tjetër stafin, a po? Stafin e kitë më rekollushëm. Tu me përshëndet këshien tam, këto që e kam, që e na. Edhe gjithë tjertë, i ki shumë të mirë, i ki shumë profesional. Kjo këshia jëtë, që kështë për të gjërën ty, kjo bosin ato Barcelonë, di që thonë, më tha njoni, di që thonë, kush njoni, kjo është ai njoni, që lënë gjithë kumë. Na vjen mësafiri i Shqipëris, kjo e në gjenë, na vjen mësafiri i Amerikës, së djave patëm Janet Rajnek, kjo dhe ato në gjenë, si në konë më kanë gjëru bashkë, do më thonë, këta kemi na atë gjokerit. Gjokerit që i gjotë gjitha. Ja, është mikë fretë, është shumë të mirë. Je me fatë besim, e ki ekipin e mirë.
Këta janë baksuza që më kanë mu. Ajo, këta janë shumë e facit kanë ty, se ti trajton mirë këta. Këta hapin energji pozitive. Po knaqem se po të trandofile me ta falë edhe ti mu, po knaqem të lavdunje një qetër shikus të ndërruar. Ani, besim, po japni respekt edhe po japni dashni një tjetër. Po, ti di që unë të respektoj se je profesionist, e një zanatin mirë, din me trajtu të ftumin që duhet, i bën mundi shumë special, je vetë vetja, këto janë virtytet larta. Nëse s'nehet Musafir i mirë, është emision. Sjep energji. I bjen me rajte, me bua. Jo, s'kena. A disa po m'pëlqen, që ka rrit? Po t'lidha shtirë me ty. A disa po m'pëlqen që vorrë Unë më ullë dikun në trotuar më ullë me ty me bo muhabet, na doli mirë. Pse se jena vetë vetë. Je ka një shlirë. Edhe njëna shlirë. Ajo më në kështu. Po, kur keni filluar me aktrimin, po... Ja, me pyetje kështu. Jo, mos më vetë to, mos më vetë ata, s'pa faqatu shalajle. Veç ka du, që A du më je ka gjithë në kanat, pretja ka dole, qysh i kemi komunitetin e shqiptarëve në kanat se je shumë aktiv me komunitet. A je në mirë. Po, për vllavin ta mësë më ka zë se prejnat gati po foli, për të në gërdit më ka bërë. Zëni në kitë mirë. Po dalem në Otavo dalem. Edhe të djemët, po punojnë ata në qeveri, Kanadës. Po e di. Kam qenë musafir të Petrit Mulla Ibrahimi, që është shok që një me vlanë tëndë, edhe bashkojt e tjerë dita, Gjakovar, kështu me të përgjit. Ta më në Gjakovar. Po qash mirë këm kalu, e qash mirë jom një shlirë, thashti me shku të dojtë, kur shkon fëmija dhe, shumë i kritë. Kësuar ka vlavi jam në emision, ka vëzishat ka thonë vlavi, po është besër, jasë funksioner është, s'ma puna s'vlau. është e vërtet, e franoj, këtë edhe djetë, a mërzënert është shmja gjithë kontakti me sinë për intervist, tha qa po më përzirë mu këto ma bete, ku e dion? Shkruj me vlathan në aty media sociale. E vërtet kjo. Shumë e thjeshtë. E ty qysh për njerë, thash po mire ka më bu. E pse du të më përzi vlau mu shqito, për shka? Po, ja su përzi. Kur so zanati vetë, këshirë bas punën tome. Edhe qesa bukër, edhe ma mirë. Shqiptarës tjerë shenë ka bojnë kanal. A jenë mirë, a jenë pozicionua, a jenë ka shkollur, a jenë ka punuar në gjithka. Qërë besim, une jam shumë i lumëtun që komuniteti shqiptar, kur thëmë shqiptari, përfshi gjithë shqiptar, nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Malizi, Qameria. Shqiptar. Qa që mirë kanë hecë, që ish para dhe djetë kur kënë folë, me biznesë, qa që mirë jonë kanë. Bravo. Vetëm në Toronto, me sa e dio, nuk e di është statistike, sakt po janë përmi 2500 biznese shqiptare. Biznese dhe sukseshme, shumica. Gjithë farë biznese? Gjithë farë loj, një pjesë e madhe janë ndërtimtari, që ka kompanit maje me 20 punëtor, 40 punëtor, 100 punëtor, do mon, kanë hecë shumë për para, komuniteti është shumë vibrant, është shumë i gjallë, ka plët shoqata ndryshme. Bravo. Unë jam antar i shoqatës së bashkësisë shqiptaro-kanadeze. Bravo. Kam qenë në kretar para 10 vjetësh, tash jam vetëm antar bordi. Shka boni jo atë? Mire me organizimet thjesht, pavarësinë e Shqipërisë, do më ditën e flamurit, evente ndryshme. Së fundmi, e kem dërmen shoqata jonë pak me ngrit fonde, do ta kem të ftuar Valdrin Sahitin me gjitha punimet e ti të veshjeve. Në Kanadë. Në Kanadë, në Toronto do jetë një event shumë i madhë, dhe po pregaditet është me një ndërtes shumë të vjetër e të bukur e të mirë, edhe ai ka qenë shumë i mirë me ne, ka pranu me ardhë, nuk është që ka lyp në pagesë diçka me të thonë drejtën. Raportet me Kanadez, a i keni mirë? I kena super fantastike. Kanadez janë popull i brudve, janë njerëz të mirë, edhe politika atyre kanadeze donë që shqiptarët integrohen. Tash janë dikun, nuk di ajo 9 apo 10 deputet që janë antar të misisë shqiptara-kanadeze. Super. Janë deputet federal, që i thënë në MP. Po, Member of Parliament. Ne këtu shqipit të deputet. Janë partive ndryshme. Edhe jena në raporte shumë qënoshat mira, shamo është një Ivan Baker, që nga ka gjithmonë nga ka përkra, është i Partisë Liberale, për dyshe kem Kyle Sibek, që është deputet i Partisë Konservatore, që ai sfundmi ishte pjesë e organizimit me një fondacion quhet The Artist Foundation, ku edhe unë performova aty në parlamentin e Otavës, do të federal,
ke pas një program ku aty quhet 25 me 25. Janë dhënë shpërblime për 25 figura ndryshme që janë integruar shumë mirë, shqiptarët të Kosovës. Edhe Kalsi Bek është dondri i Kosovës. Është i martu me Flutra Mazdrejkën. Po, që duli në urej pa pashtide, bravo. Kështu që në këtë drejtim mirë janë të shku punt, edhe ka shoqata plot tjera përveç shoqatave tradicionale që i quju, ne? Shoqata e Windsorit, me kryetar Uran Kuqin, shoqata e London Ontario, me kryetare e Aferdita Raka, pastaj është shoqata e Kiqinerit, ku është Gramozi, di kërkoj falje për mbjernin, edhe në kryetar është Shkelsen Islami, pastaj është shoqata e Hamiltonit, që është kryetare Leonora Abdullahu, gjenata dytë, ka arsi fëmijë atje. Pastaj është shoqata Kunja, Mantari Bordi, shoqata e bashkësisë shqiptare kanadeze, kryetar është Rex Ferrati, edhe kemë antar të bordit nga gjitha trevat. Kemë edhe dikon që është i lindur në Kanada, në preradhin nga Maqedonia. Pastaj është një shoqatë e cila është në Ottawa, ajo është në formim e sipër, se ka shumë pak shqiptar në to, edhe në Montreal janë dy shoqata. Julinda Basha e ka një shoqatë, nuk di si quhet tamam, edhe më duket shoqata kulturore Kosova me Ilirana Latifi. Tashurin jo krejt, sepse ne bashkëpunojmë shumë. Ai, ka ti çfarë muhabetit bukur e të bo? Faleminderit shumë. A ti mëse se për na gëzon edhe neve këtu që shqiptarët janë në vijin hap me Kanadën. Janë hap janë, edhe janë të jetë shumë mirë, edhe une mu më bën mundi mirë kjo sepse ma jep një djesit krenarisë, unë jam vetë aktivist komunitar. Këtu e 25 vjetë. Bravo. Kom kontribu, po ka plëtje që i ka kontribu, do shta ma shumë sënë, edhe ka gjithë ka, jo ndashta, po gjithës e ka, po unë në theks gjithmonë e vlerësoj aktivistin. Aktivisti, a i cili me nga koha e ti, e shtrejt, koha e lirë, edhe mundohet me boti qka, 2 ora ty, 3 ora ty, besim, gjoja ma shtrejt në Kanadë, në Toronto si do mos, është koha. Që është veni madhë, me 7-8 milion, në rëthin është dikon 12-14 milion. është kënë hapsina gjona, gjata, është koha shumë e ngarkume. Edhe të ashti, kur merë pikos tonë dhe me kontribu, është për me vlerësu. Po ka tjerë që i kontribuin financiarisht. Edhe ata meritojnë? A pëqys meritojnë. Lavdata do të kite të mëdhaja. Kujtem Hajrullahu ta marrë më shumë. Shka po nej? Ka një biznis sukseshëm. Bravo, në Toronto. Në Toronto. Edhe jep gjithmonë të shoqata jonë. $10,000 aty, 5,000 aty, do mon... Jep kështu minimum për bravo, minimum. Po, pra, jo veç për veti. Slip kur gjatë, që bide me përmena në di që ka mu i dhudhe. Po në madhe, që prejno ato në kujtim? Po, Hajrullahu. Hajrullahu. Po, pi për lepnicës së Gjilanit. Bravo. Gjallë fantastik. Bravo. Po, ku jo për shemull e kanë të kjarë do biznismena i jashtë. Shumë e kanë të kjarë. Do, jo krejt. Jo krejt, po vijë. E kanë të kjarë që Shqiptaria avansohet kështu. Ka hez biznisi mirë, për krahe bordi kolbes ja falë, për krahe, ndalon e falë një për krahnes. Jo me ja falë dile hargjit, jo, për të për krahe për qitë punë, mi avansu shqiptarë. Mes mundina veç punëtor. Punëtor është edhe nëse je mjek në Kanadë. Por unë përkërkoj më konin hap me Kanadez, me marrë vendimet përbashta, që aty bim rri vetën në shqiptarë në mujtë. Qëllimi gjithë këtë lëvizje, besim është që me pas mundësi edhe inshallah zotit bëhet me pas shpinë e shqiptarit. Na shqiptarët me pas një vend, një ndërtesë tonën, ku zhvillon aktivitetet ndryshme kulturore. Me gjithë Kanadez, marma. Me gjithë Kanadez. Jo mu da. Jo, s'prish punë vinë Kanadez është e hapën për gjithë. Jo, mundi ju pjesë integruar, mundi Kanadez lavë jo. Që qeni shqiptarë, po jo këto ndasit. Unë jetoj, si më thonë, e punojnë në Zvicër, po se du Zvicër. A je botë, Allah shka jella. Ja, zban ashtë. Ja, nuk o qasja e du. Edhe atë kongën e që shmalku gurbet i zi, se ju në inë Kanadez, ti u rrite, u zhvillove, që të pjeshan, që shmalkua. Jo, kanë një kuptim, po unë mendoj që shumica shqiptarve nuk e shojnë Kanada, pse ka në kesa. Normal, jo gjithë janë të kapun, jo gjithë janë mirë, po edhe është koha aftoft, është 6 muaj dimen, i ka problemet e veta. Po ideja është që drejtat edhe mundësia për me avancu është shumë e mirë. Unë po du më këthy, e di që keme më pyti mu, po para se me më pyti, unë për tregoj për podcastin që e kom hapë. Podcast e lërujta, po du më të vetë edhe për stand-up se zbëndi. Gjemi Agaj, me do një salë të bukër në Kanadë, edhe me bu një stand-up komedi.
Mas thuj, jo, ti dush po thonë, pse se bën, Besim, na e kena folë privatisht. Po, dush mi bo, tani shiku ti. Unë e vlerësoj shumë që ti shete unë diçka që unë në ashtaj shumë me gjysyni, e ti e shetë me 2 sy plot. Ty të rënë, ki pami, inteligencë, ki diksion, ki zok, ki... Kom edhe humor. Njohuri, ki humor, ki shpirt gëzushëm. Po. Ki qarë ti pashin barcoleta. Dhe që aty bol keshëm që aty jashtë. Po, e vërtet është. Pse ty më s'pet pana në podcast, që e në për kanadi herë, në për filma po, në podcast po të shuhem, po në stand-up. Sepse unë, si që thash ma herë. Tem zotnive, tem të bukër, të meshme, pi 55 minutave, 10 herë me kesh o bol, bre. Unë me në që këshin kesh ma shumë. Po jo, 10 herë o bol. Jo, o bol, po ka të bëj, që ta thash edhe ma herët, që ka të bëj me... Do shtë edhe shkollimi jo pak i ka vendos do blokada. Në shtas se kam, më stën vetë besimin, po ato nuk e shënë do shtë edhe vetën si funny guy. Së më thonë dhe funny? Po. Po, në modelit TEDx. Që hajtë. Jo, po. Zdo vish me kesh. E vërtet, është me gjithë një tem. Stand-up me dojnë vish me mikrofon dorë. Pa mikrofon më rafal. Shfar aktori. Unë me ndoj që... Isha konën në kanot, fill isha këthu në Kosovë, se këtu ka memën shumë. Isa i malë që... Po, në stand-up. Edhe aty ka marrë momentit që unë besoj që do ta eksploroj, më duhet pak që thoi ndihmë edhe një ngacmim, po për shembull për podcastin që kam hap, Albanian Oda Podcast. Albanian Oda Podcast. Po. Me siguri që është në rrjetet sociale, në YouTube dhe në është Facebook. Gjitha rrjetet sociale. Gjemi po ndërton një podcast të lezetshëm, simpatik, të meshëm. Po. Ta më në që shduhet. Kemë boj një studio të mirë, unë edhe Ervin Meqëm, kemë edhe një staf tjetër që në ndihmojnë. Thjesht ftojmë një intervista shqiptarë që jetojnë në Toronto dhe jashtë Torontos. Mundohem ta provojmë shqiptarin suksesshëm. Bravo. Shqiptarin aktivist, i cili kontribon për komunitetin e vetë shqiptarë. Shqiptarin i cili e runë traditën, historinë, kulturën, aty silemi. Aty është ajo që na po mundohemi me po. Ta shaj arrim qëllimit. Ja arrim, që për diskutojmë që po. Mësafir, a ki pas në jashtë Kanadës? Larga me të këtaj? Jo, përgjithësi jo në Kanadë, po presim shtarë se kemë fillu me 3 tetor epizodin e parë kemë shfaq. Çdo javë shfaqim një epizod ditë premte. Bravo. Në gjitha rrjetet sociale, YouTube, Facebook, Instagram, pastaj kemë TikTok edhe kemë Spotify, gjitha, që ka X-je, LinkedIn-je, një bosi shumë besim. Po, kemë një ekip që në ndihmojnë me menagju, ti dhe këto ma mirë që shkojnë se e ki një ekip një operacion shumë maj madhë, po e bukra që u prit mirë nga komuniteti. E kjo më bëtë lumëtën. E mu kur të në thirë? Besim, a vjena e ditë me orën vizitit të Zenelin Kanadë, unë i shalut një ditë me thonë, hajtë se përshkoj të vizitit Zenelin me post të një. Shko një knatësi super e madhe. Edhe po të garantoj nër 3 orë nëse këshim do në podcast. Isha thuj këtë regla, shtu që e tjenë që atë. U ka marrë bisedat gata, me shtri mirë. Me shtri mirë, shtu fap, edhe me qiti tova aty e ka i. Po, jo më bote, s'na premton koha. E gore, le mërë të zhvilloj. Po. Ama, podcast prej ma. Po, bëne sap, 1.200-300 euro bileta, $. Po. Jo hoteli, jo ata që lakta stafit i kanë pru hasër që tu kamera, zane që pibojmë që tu... Qëfar kamera ki? I kem... Sa i latë. A i qëfar i ki? Që si të efekt sa shkërë. Sony, bravo, i madhi. A ben qëfar, që kjo objektiv? 70 po, kajtë Sony. Po një qase, jo unë i kom Sigma ato. Po, trupin e kom Sony. Ne kemi Sony trupin, Sony këto, G-Master, apo? Që vla, E fundë seria. s'ka ma te, a i Sony për da lyp neve shqit nëse i met pa ta.
Ja i kini marrë të funit, jo. Kreti ki Soni, edhe këto podcastet edhe broadcastet. Bravo, vesh tash, am gëzova. Që është të vla cëllë për sheftonin? Që vla? A i besem. Më ka kadru mirë? A i ju lumta. Edhe kena me gjiru me ta shu materialin. Po, unë stash i drejtona, kësaj kamere këtu. Gjia ti ki, a jena aty, mirë. Po. Edhe, unë e nisi kështu besem. Sonte me ne, është Besim Dina. Besim, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se gjeta shqipja jeme në Albanian Oda Podcast. Përshëndetje shqiptar të Kanadës. Njëherë se jemi këtu në Kanadë për momentin dhe shqiptar të në mbar botën. Qoftë dhe ata njësë në i shqiptar ka qenë në Artemis dhe. Besim të pres. Qa të e me folë atjerë? Gjithë shka. Shumë, unë e ti kena muhabet të edhim privatisht mirë mi vesh shumë jetë. Pa. Kena një farë frekuencë, një farë respekte. Po, a dita shoh të thonë vlavi jam atje? Qa po të të shojt o ty... Momër me se thërë... Më të në zirë punë. Rëjmë me se du të dalë mi prit në aeroport që gjemi delën prit, në standin në Pearson Airport. Pearson Airport. Toronto. Jo, dalon të marrë dhe të qenë o tafë të vlau. Më shkujt e vlavi, shkujt Adonisi. A po, a? Ose ta e ndritit, e djem të vetë. Të djem të vetë. Ja, ma ta punuen ata, disa nel kanë mëri, që ondi di shka punuen ma që ta djem së ubit ato të vetë, kur shiltar në Ministri të Ekonomist, në Kanadë, shqiptar, Adonis Dina, remember? Bravo. Edhe ndrit Dina di shka ujat, Bravo, e qoftë, bravo. Po, ka ne gjenata dytë. Pa ta knaqin shpirtin. Ta knaqin shpirtin gjenata dytë. Të shkollum, të meqëm, dishëm, besa po një krenar që janë shqiptar kështu. Nuk më shetë, mo nuk jenë ku jenë shqiptar të vitet për lejta. Jo, pa shqiptar në Ministri të Ekonomist në Qeverit të Kanadës. Bravo. Shka për kafe najtit në Adonisin? Gjithësht, do t'i takoj. Kënashin u abet. Do t'i takoj. Edhe në të ma manipulushë, pëse ka thonë me babën forse, kam jarën? Jo, po dhe janë të rritën, fëmija në Kanadë rritën dhe ka një farë pa fajsie. Që shini shqiptarët në vetja, për përlehi për parti, për këto, të baj dertë, i shala si një ranë që të Jo, dëgjo Gjemin, une ruën për veti, ja isha për shanë pjesë e Samiti Diasport që jo majtë. Unë shkova thjesht ku pas një ftesë nga ambasadorja, shkëllqesia saj, Artemis Malo, që është ambasadore shqiptare, e Republikës Shqipërisë, që është ambasadore në Ottawa, në Kanadë. U i pashtë dhe komentet që postova. Unë politikisht nuk jom prononcu edhe nuk i takoj asë një partije politike. Unë si jom militant politik. Tash, nëse e kritikoj në qeveri, që s'na pëlqejnë. Që s'na pëlqejnë ku kanë gabime, unë nuk do të thotë që jom kundër ti, por nëse edhe lavdrojës do të thotë që jom e to. Bravo, Bërgjemi. Që shtë bëna duhur në folë njerëzit, si të mësë në media, bre. Qërë, unë i kom dy shok, unë du me përmen Vllazni Toçani, Bedri edhe Medi Toçani. Edhe janë ish luftëtar të oqekës. Janë fantastik. Kontribus në majtë komunitetit. Atje janë? Atje janë, po. Kë biznesmen sukses shumë. Edhe, përshamu, ata e dojnë për dëkë. Edhe ati që në thotë Bedria? Të jetë djallë ma i mirë se t'i s'ka, veç mos t'i shekon me vetë vendosë, jem gucë. Po këta... A këtan. E kom edhe do tjerë që janë ledëkë që i dojnë. E bukra jonë atje, që unë ndihem shumë i gëzumë, këna që muhabetet rola nuk ka mes veti. Bravo. Këto a di shumë, këto lungë nër veti të përlën njerëzit për parti. E di ku po, është fatkeqësi e madhe. E di që apozit, s'do me himo prononcu. Asë që përdoj e basë që përna interesojnë ata heq. Jo, se unë vesh një sen e di, s'dja mu i me thonë, po edhe për Shqipni edhe për Kosovë, kërkosh se kishtë dashtë këtë vend. Ja, asë njoni pi politikarve. Jo. Me dashtë vendin i ka thosht. A di fra fjallë e madhe, a di sa leto mi dashtë vendin. Vish e donë nuk i bo hile vendit heq. Mos i bo hile, mos i sabotove? Heq, për vish duhe për qafe dhe vete poplit shaba ka qef. Pa. A jo me nëzit për qare, a di shka i ka nuk të poplit, aja, pa. O gjina se edhe ka hilën për qare dhe familje, për shumë një vlash me një parti, një vlash parti tjetër. Mund dhem qka të ndodhë, në ande nuk mujtë me te i kalu këto, edhe me kuptu me thona, di qka, nuk tjepë në ty vot blanko. Kur për jetë, u si qesë kurionit kur, unë personalisht. Kur ta bon mirë, vitë për qafi.
Se për që të punë për më rogën me të atim temin, ka mundësi me punu mirë. Unë punon atë kultura, se mos ti në arsim, shëndetësi, investime strategjike, infrastruktura, ambienti, ka lloj ministri. Tash mos ti se i dim problemet, besim, edhe pse se tash media sociale e kanë bë që na real time që thonë, live e dim çapo zihet, do që s'pe di. Hajte kultura gjemi? Te kultura për shembull, unë që shoh, nëse ka një vetdije më të lartë, me një investim më të saktë në kulturë, edhe në sport, edhe në rini, se shkojnë pak si bashkë. Nëse investon parën ku duhet, të gjeneratat e reja, thjesht me investu, me bo një budget më të lartë, edhe me fut njerëz profesionist me udhëheq qendrën kinematografike të Kosovës, teatrin kombëtar, galerinë e arteve. E shumë institucione, se ka shumë Ministria e Kulturës, edhe i bidhon hapësin të rritë, që gjithë me pas mundësi me apliku, edhe me marë, me bo një projekt. Ku e dihet prej kohit vje talenti? O, bravo, bre. Ku e o, di? Sot, bre. O, na shta që këtë një djallë që na shet, diku në të po në shkollë të mesme, që e shet që të emision. E ka një talent që ti ta në hu? E ka që aj nese është ka mundësi me bo një film, edhe bjen një Oscar Kosovës. Pik. Ose bjen Berlinale, një Ariu i Artë, ose në kanë festival. Ta shtohet pyetja, sa është i vlefshëm ajo pse është? Sepse hap një industri të filmit këtu, e punson njerëz, ka talent, e qetë Kosovën me një hartë. Ta reklamon më Kosovën. Njëtë si kur sporti, futbolli, kombëtari ajon, që i pedojnë tënë. Po, këtë bota për pedojnë, tash parameno ta këshin fitu, gjatë që s'patën fat, tash unë i vlerësoj sa kanë kontribu, po të kishin dalë që në kanot kanë pas më zhvillu lojra. Se është, e çfarë krasi i shkone. Me Amerikën ka pas me luj. Po, me Amerikën. Tash, e shep bota ku shumë e Kosova, këtë qarë. Të luj me Amerikën, vla. Po, edhe djenë të bukur të mirë, shumë pelas gëjler një pata. Të më dhaj. Zotni. Me Amerikën, të bo hajgarë me do shokë, thash, vish një letarë të linë fush, dhe thu, bën golla sa dush se da kini mu. Abo, unë i thashë, edhe një shokët su se një futbolin mirë, nuk e një, po në një psikologi në shqiptarit. A, e kam kështu studiumet me analizë. Aty në du të me folë diku shep aty në tjeve. Po. Parandeshës. Me ti hi me veshe komptare, me ti dridh njerë, me ti shkun, kështu, me ja kalzu pi antikitetit që ka ndodhë. Dej këto, unë. Kini me dek fushë, unë po vi po des me juvat. Abo me lëshupe jo. Sepse ekipet e reja, ku ta marrin një gëll, e upin pak vetë besimin. Po. Edhe jo merë komo e rikoperu. Dërsa ekipet e forta shumë shpet rikoperu. Po. Si janë trajnu. Po. Nuk pëllon që këta djenë si janë trajnu. Se këta lune edhe jashtë një pjesë. Përvoja tradita si shteta, ajo mungon. Po mungon gjitha nej. Pra ata po thonë, o ti shakon Ministri Kulturës, shak shapo. I besim pina. Shak isha po që atë në parandeshës 2-3 orë. E që tira dhe jarone, se i komona të do që pëdojnë. E di të kisha thirë ty. Po e kisha thirë be Dua Lipën, Rita Oren, Ana Maxin, edhe Bebe Regjën. I kisha vesh me veshje kombëtare, i kisha thira do dhe i kisha shku në vizit. Që aty të Ana Maxi, shtene edhe Ana Oksen, edhe Ava Maxi. Ana Oksa, Ana Oksa edhe Eva Maxi. Edhe Bebe Regjën. Edhe po, 6. Që, Ministri Kulturës, hajde zamër se ka nevoj mjo pa. Pa. Veshje qysh duhet, kishin ardhë ato. Unë jam i bimë që kishin ardhë. Po, vla, të në temë me thirrje qysh duhet speciale, nga Ministria Kulturës, dhe Kryeministri, edhe President, mu involvu tënë. Edhe Majlinda Kelmendin. Majlinda që ajo është e këtujt, ajo këtu, ajo kishor dhe zemra, sa ajo vjen, sa ajo shpit. Po, me shtini dhe do bashkë që atë burë, tash, këtë femda po jo bëse ata e në djemë të ndryshe para femda. Dhe të bashkë për mësysh. Edhe, para më not kishin shku vizit, se tut me menu jashtë boksit, që të këta think outside the box. E qëfar inspirimi ju kështë donë atë ndja? Se konë loj vendetare. Unë menoj që këta i respektuan pak ma shumë arkadasht. Arkadasht do të? Po, se ata ishin arë me fitua, po, 6 kartona e mërë. Po. A dhe këta anë se shqiptari mikpritin e ka të shejt, e ka pi antikitetit, si e në popull shumë i lasht, pi lashtësis e ka. Po. Edhe dyqysh e ka fështirë, Mosjel kesh me musafirë. A kufton, kjo shumë e thellë. A në idej para lojës u konë, sidomos atmosfera, se i pash popullin, jem dalim knjash, kur nuk dalë në përshesh, që atë dit jem dalë dhe rritë e loja.
me policie, shishat polis të bëvaj. Ka pellas, ka 2 metra. Po përbes. Edhe thash, vit që kjo kam pëlqen që u bo populli bashkë, të kësyje, të kënu, thash edhe në hupshën për e madhe. Edhe ka ardhur koha me marrë një trajner shqiptar, me rreziku. Në tjetë që aty për... Jepja. Thuj 2 vjetë po t'alojmë, bët që ka dushë. Ja, pritje, në tjetë që aty e si ndim si në stana. Jo, shqiptar në një, komër trenera shqiptar. Ka dhe Shqipnia e Kosovë, ka. Jepja një lëç komunit Kosovës. Edhe thuj, shliri ke sapë, shkuni që ta djemë. Shqiptari do me shkun, besim. Po, shqiptari me disiplinë, ja pa ne. Pa, disiplin. Ja, mi agotë të idealistie, o jaran, jam atë shpinë. Ja, s'ko jaran. Ato t'i lojmë anështë. Karantina të... Apo punojmë që s'duhet apelojmë. Jo, për dalim në sonde për pijim, pak po dalim ka kjo dera tjetër e hotelit. Jo, besim, jo. Për atë po të thonë që shumë qonat bukra kisha do. Amo me milion durqlirë. Për 5 vjetë shumë të sene kësha kryot mirë. Amo me mlon me implementu. A për t'hidhet mu këthytja, viq për fol, për imaginan. Jo, mu edhe mu kishil me mu këthy. Nëse ata e mendojnë që i duhet një ideal që e ka një vizion edhe ka një përvoj tjetës ndryshe, edhe është një farë artisti që kam një farë CV-e dhe konsumës, po që jam politikan, unë e kisha dit me udhesh Ministria e Kulturës, edhe kisha udhesh qaq bukur e mirë që si isha hakmar dhe e skujt, unë veç kisha aldhon ma shumë. Po pra, jo marrë mo hakmar. Jo, do të bashkëpunim, do të komunikim. Anja ka dhonë zotë është i talentun, letë hecin djali për para. Mos e këpot një lullet të një, sa e lullet tu që e lëta tap, fillë e kusin. Se dhënë kjo cel, nga të qëtë neve maket. Po, sjeti me neja, po, as një me të parë. Zbanështë. Nuk panë pra. Zbanë se ka talente, o zëtë sa talente, dhe mos zanot emen. Mo knaqë. Ka aktorë të mirë dhe aktore. O, ka, qasë të mirë janë, unë e po të garantoj që nuk janë që në rrugë. Fatlume Bunjaku, që e murë Shooting Star atje. Po, Shooting Star, po. Fatlume është aktore fantastik. Po, ka dhe aktore tja Lyra Gjoci, aktore më të rëndë të jetë. Shta është në vje Fatlumja, mas te aktore shumë e mirë. Po, ka dhe Rina Krasnici. Këtë mira. O, zot mi pa. O, zot i rujtë zotit. Pse na gjemi i nalim ta që vëthu lullet të rinisa, morë më rritë te preje, hupe. Sepse unë menoj, mëse janë isa o bura nervës tash. Po, shka të ushë, po. Sepse të këqit janë naltë. Njeri që o të gjeloz është i vogën shpirt, nuk e len tjetërin më rritë. Se a qelë rrugën, hajde e këput. Janin era, thot, kjo është maj mirë se unë, start e këput, ose e blokon. A ki po që shim ledhen kretë, do të pa... Servila. Të pa ofës do servila rrëdh veti, se cili politikan. Servila kësi që i rrinë pip. S'pan është. S'pan, me nuk u cërnë në dhe. Mu su vynë dikë është një kshiltor që e kom servel. Jo, bështëfa. Jo, unë du me pos dikon që kur t'ka bëj, me thonë gjallë i mirë, para se me gabu, se kur t'ka bëj tani e marrë me shëdhën. Pa ndaj që është kshiltar. Për që ato që u që s'me t'lo me gabu. Qfar kshiltar marrin, ku, më shku me ble borek. Dhe me nejtë pipën. Më rrëdha ato e vend me spinash t'a bje me dja. Po temë, borek e kajmë në kryesori. Pa e huq, jo, e ka me rëndësi është borek me dja. A u ka të nimon dikush në podcast? Po. Qish për mbjeton të se, janë aty do shpenzijam, jo mi ble kamerat, po efekse. Po, besim, po. është një listë e madhe njerëzve. Shqiptar. Atje, biznesmena. Biznesmena shqiptar që 90% fondeve ata mi kanë thonë, kam besu në mu, në vizionin të bravo. Pikës pari unë Ervini e ke marrë, i kam thonë djallit vllaut Donatit. Ervini është Shqipnisa? Po, Ervini është nga Tirana, nga Shqipnia, regjisor me profesion. Ka punu tek zona lira. Dhe që i thonë e të jepi, si thot kjo... Po dhe që folë, Ledio ka qenë asistenti i Ervinit. 6 muaj Ervini ka pas fillim me zonë lirë. është regjisor i mirë, është partner i mirë, është gjallë shumë fantastik, edhe nësë në fillim, tash du me bo një biznes plan. Donat Agaj, nipi, gjalli i vlau tem, ullë ma ka bo se miret me qëto, është arkitekt me profesion, po i shkoj përdore këto punë. Atje edhe aj? Jo, në Gjermani. Ka studium Poznan për një master, mas nejtë tash o të studiu doktoratur në Norvegji. Bravo, shumë krenar familja me të. Bravo, bravo. Gjallë fantastik, edhe na boni planin, na shkrujt i ketë dikur një 30 faqe. Edhe i hirnëm na jadham një dorë, edhe unë shku, ju më taku me biznesmen. Po, e njofin njerim, njofin mu, reputacion jem, aktivizmi jem, e din kush jam, aktor, djallë për toke.
kur si kum shqit në unë, i kom respektu kur ju kom të varfën, që s'kam pas një cigare me pi, ose kur ju më bo milionera. Te unë je njëri. Nisej, njeriu. Njeriu me në Qashtu, po. Edhe ata e vlerësojnë, edhe mu më ka thirë pikës pari Tom Loci. Tom Loci është një djallë nga Vlora, po e ka një familje të përzim, është edhe veri edhe jo. Shumë shqiptar familje. Top. Së të gjyshi ti, thoma i Ftica, bashkëpunëtor i këti Vanolin në Amerikë. Që e kanë sjella të lamure. Qa si roj? Roj të thella. Bravo. Shumë shqiptar. Në më thotë, hajde ore e ti se folë nga Vlora. Hajde bojmë diçka, dhe kështu ne kumë pas si menje, motiko, dhe i propozoha, thash, këto mujna me po, u po, tha, nisi. Mas nej, kumë thonë, du me lypë dhe tjera, ka dalë ku lypë, Ismet Mirena. Këtu nga familje Mirena, djalli sukseshëm, fantastik djallë, edhe e më kanë dimu. Këtë jem Hajrullahu. Për të përkrahin pa interes. Dialiti, nga Kumanova. Perfekt. Shqipni, Kosovë, Koma, Shqipni, Lusi Braçja dhe Erges Plakut, që fantastik nga Shqipëria, Lusi avokate e sukseshme. Vish për qefit, që bëne gjemë bëne. Bëne i shqiptarët bashkë. Bëne i bashkë, as ka gjyp kur gjo, as intervist, as nuk kanë vetë ku i këtë shu pare, të qa ku bo. Në fond, nështë ta e këtë shu videon, i kumë silë, se i kumë po shumë shqiptarat, studian para dhome, gjithë shka, kanë orë dhe kanë pa, e kumë pasin në gërimi me 27 orë vitit kalun 2025. Edhe e ponë ku ka shumë, që këtu. Tash ato intervistat po vazhdojnë, e ka kuptu komitetit që unë pe jep një dritare. Bravo, krejt kush e ka përkra Gjemin. Edhe ka plot tjerë. Se i to përkra shqiptarin, jo Gjemin. Po. Gjemi o urë. Po. Më kanë dimu shumë, thash Bedriu, edhe kam një list njerëzve shumë, se mos të mjëdhnohë, po se di se kanë dertë të si përmeni tamë. Jo, pra, unë për insistoj me i përmeni, se është mirë, se ku pas të dhune që si farë më ta kuk në dasi, nuk viju në dash me arkëtu atë, biznismenat. Jo, vjeni në emision. A ke ja për komunitetin shqiptar në isan, jo po une, hup, ja. E pse me ti falë, kush pa thot me ti falë, ata ka që u zoti me mundin tënë, që për të hecë biznesi mirë, po. Një maj marë pak sport. Mus ka nevoj kërkoshti, i kam kretë, përshë kretë që të shë përshë kretet mijat. Kretet mijat. Një djallë 3 në komunitet atje që ka nevoj. Bleni do veshe komptare për ata fmit e ina të zodza, ajo gruja që pi ushtran fmit. Pa pare të i bo. E ka lëshu salonin e vetë, salonin ku jetë. Toni ka shty krevetat, mi shti fmin me ushtru. Dhe sa i ka bo pak mundësit, me bo një saldikun me ushtru fmin. Qika e ma dina shkon aty. Po, pra. Mirë jetë atë gruja që ta jam patriot. Jo, hajde ti me na u hesht një farë majet biznismena, këtu në Evropë, unë me orë këtu, ja, keni dhonë për Kosovë. Zvi. Po jo dhe, për Kosovë më ka foli, mi zhvillu dikon, mi hapë në i burst, piqetuj, se ka këtu talenta që po zot, shumë ka. Klap e merë Gjemin të zojmë, ose Ilirin e merë e qënë në Oxford dhe studiu. Po. Pa në gjof, pa dit. Pa do gjëllë dojës, gjëllë të vijës, pa kur gjëhisht. Për shqiptarës. Për shqiptari. Që ati i thëmë biznismenëve. Po. Edhe ka plot që dojnë me dhonë. Një gjoj, ti që adhe në kanal. Unë po mundona një. Bravo. Do të dhe në Evropë, me ndë që japin, veç do të një organizim ma i thellë, ma i mirë, edhe do të transparencë, fjalla kryesore, me kalëzu drejt, apo me smerrejta me vjetë. Kalëzoni bre drejt. Qevla që shto foljet në mision, piskat. Kukunon. Iru një bashkë. Po, a i pët një mund të besja vjenë. A po vlo me kalëzu drejt dhe se. Vish drejt kalëza. Pse me rejt? Pse më pse? Ajdo, ka një taksi 5 minuta, 25 minuta zvjen, po ti thuj s'kena taksi. A shkojnë koma, boj diçka, veç kalëzë drejt. Drejt dojnë me kalëzu. Mësë nga konkret për po, me drejt se më liron ti mu kërën kalëzë drejt. Po, 25 minuta ti e ditë. Tani unë e di qa me po thomë, hajtë se pe ecin kom për 15 shkej. Ose që po vjena i lozi me mora, fazli, apo me verë. Pa, u bo nervos Gjemi se lam mu po në 4 e gjysë të dhe kukë do është ta marrë me minuta. Drejkëll, bra. Këto po du me thonë, a ka mundësi me pas transparencë, ku zhëbës po lypi ma shumë, i thonë dhe shove, vesh drejt me kalëzëni. Pësoneve me folë drejtën një dhe moruj, që aty ku e ke folë, struesh mo, e folë edhe je okej. Qajo është naturalja, po. Pse me dy gjana, herë kështu, herë ashtona, besem, a disa njësi motë si kanë shqiptartë? Hajtë? 14 besem. Cila tjera to? Tahmini, kutrumi, gjytyrja, po sholli, shorti, tu po tu bo, hajtë se këshyrmi për pak, ju pe këshyrsheti shumë, jo bo, short, nese, hajtë se. Po, mes të tjerë. Po, mes të tjerë halë. Po.
Ku jena, vëlla? S'kemi nga sekunda, metri, farodi, këto si kemi këto gjithë. Që kanë thonë Pellas për para, se di që e te projnë me Pellas, po unë ku me te pruës, ku më nalë kur, se jo mi obsesionu me antikitetin tonë, me gjuhën tonë që jo gjuha ma lasht, prima lingua albanese, u kry ma beti, ma vjene se sanskristja. Bish far melodie ka. Për para, Pellas dhe vjetër, kur kanë sharru dru, ata dru, sharru këtë që ju kanë thonë, zdrukton, që të gishtin, tregu se kanë qitë që to, edhe i kanë thonë një onç. Onç në... Onç, ja? Në atë kohë, në atë vakt, Mollosi me atë Dardonin edhe në ke lejt ato fiksët. Onçi, fjalla onç, i thonë në gegnisht mu ulla, i ke po që i thonë me varsisht për zonës, ullo zë, hunqo për hunqo. Hunqo thonë. Hunqo, dikush i thot me u, dikush me hë. A i hëja ka njerë është silent që i thonë është e qenë. Ta është një onç, është fix 2.54 mm. Që është sa një inç? Inçi, në Amerikë që përdoret. Këtë në karë, për që këmonave. A, për shë ku e në kohë. Për shtyre në shkomonave tona. Ton, unqi o bo eq. Njësi ma se gishti. Sa dhe pojnë Gjerman, që ati? Inqi. Pa, inqi. 2.54. 2.54, një. Që kë gishti ta mon është një inq. Ata i kanë thonë të parë ton unq. E tash, më ku kena met? Aste inqi, aste unqi, aste 2.54, kena met 14 simonce. Hajtë se ja boj me tahmin kështu zban pra shtu. Zban. Do të më kom pak maj sakë. Po në duhet dhe një njëshin në prim. Edhe me në bu një rëshetë shumë se zdeni. Të me kalëzu, edhe me pranu be kur zdeni, marrën me nuk ko me thonë zdi, o vla. O vla kalëzëm se s'to di. Marrë sa po i farë pritesa, bre. Pritër njeri. Dullë flokën, përse. Gjemi Aga e ka të milionë mësë përshku në premjera. Ne mësë... Po knashtë, e satë, fajnë e satë. A, dhe më hetë sa. Hajtë se shojnë nesër. Po knaqëa, fajnë detë shumë. A i lodha ja? Knaqë ba, u shprazë pak. Mësë më hajtë marë që të herë kështu me cajtë nota se ka bjeri. Rëmër për qefë. Rëmër. Ja, e mundësove, fajnë detë dhe pistafit që i nërë. A i losh ka marë krejtë stafit, thash marë burë. Shumë fajnë detë. I pa marë të jepë të bushkua? Jo, më e krymë, s'ka problem, rëja dhe atje me kësë. Ka kodha pakës. Apo do me na folë që si sene, që i tha, be shpirë, që ta unë që një kësi sene, apo do mi mush një farë sene që i kemi ndadë në ashtë dhe shtu mund është benzerë. Sene të buka, përgjigjet buka. Hajtë shqiptari ma i madhë kush është i mastej i gjitha korave. Se edhe argumentoma, se kem ko. Ma i madhë i gjitha korave? Ti mund është mi përmen 2-3, që jemi 4, unë menen që është Aleksandri madhë, po ai nuk logarit nga shumica shqiptarë, se emrin e ka shumë shqip. Për ata që se din, fjalla Aleksandr do të thot Ale si Andër. është lindur si kur në ëndër. Emrin shqip, fikse. Ale si në ëndër. A si në ëndër, se nana vetë thët, kur Zeusi thët isha në gjumë merdi, thët e në barsoj, thët, a i ka litë thët si kur një ëndër. Kështu është legenda. Ale si ëndër. Aleksandr. Ale, nga gënishte është... Ule. Ka lindur. Si në ëndër. Do më të fikse shqip e ka emrin. Edhe lojmë shështu se gjemi se gjemi i përcjellë antikitet. Skënderbejo e ka plëcet. Ta dhe më stë, pone kom qef në antikitet me i. Piqa tjeshit më hajrë s'kem po. Se, po shkak që sej. Qëre, unë mendoj që lufta ka hup me vdekin Aleksandrit Madh, shqiptarët e kanë hup shumë. Leka i madh. Po, leka i madh, e kanë hup basnej ushdarë në disa pjesë perandoria, edhe fatkeqësisht në atë kohë ata s'jun qujtë shqiptar, normal, jun qujtë si bas fiseve ndryshme, po me pushtimin romak, kur Teuta dhe Agroni, s'po di, a i ka shpoll ta luftë Romës, a Roma këtyne, nuk e di, ato alë se di malo, për me pushtimin, kur dritë me sy s'kem po, djena konë, të okupun 2225 vjetë. Vit që e kemi hilen i natin rrëna, se na ishim bo tub noti. 3 gjenerata në shekull, besim, here 10, 30, janë 67 gjenerata në pyetje. Do më shtypje. Edhe u hina dhe hena. Po henaja se kryo tani, është gjithmonë mundosh me mbjetu. Se pas pushtimit romak, vjen pushtimi bizantin, po tani Bizantin e morën shqiptar dyqysh një veti. Në farforme e kanë marrë. Tani fillon ajo kryzatat ku i këpotën shqiptar që ju mbledhen atje në Danimark, 1226
kishe përshkojnë këta templarët me pushtu Jerusalemin, ajo bo më mbledh me shkatru Bizantin, po kush e ka pas Dukatin aty, ma shumë shqiptarët e kanë pas. Iko. Po aty u formu Zvicra, nga ato ofise, e të qip truprojet, ose eroja, ose thjesht ajo ushtria, e Vatikanit jetë gjithë Zvicran. Krejtë ushtarë Zvicran. Po pse është se marrëveshja kur bune nga ato familjet fisnike, kur ju mbledh, që kanë qenë italiane, gjermane dhe franceze, kur kanë ikë me East Papës, kupto që kanë ikë ishte në Jerusalem, aty u shkatrua edhe Konstantinopoli, edhe jënë gjithë tokat shqiptare jënë plaçkit. Dukati i këtë shqiptarë plaçkit në atë kohë. Mas e ka marrë Zvicra, Vatikani... Zvicra kur u formu? Sa i ka? Qatë kohë 1280 ano, nuk e di saksisht, po në qatë kohë është, do më të qaj lëj konspiracion. Në Danimarkë e mbledh. Plus, këtë Dukati botës në Zvicër, kur luft, diplomaci tjerë sa kështë. Paradoksin madhë, ma 700 vjetë pasarte, që aty në njerëzë shkujnë të një vend që ai Dukat është i vjedhën për pararzët të në, kështë me tik truni. Pastaj, Cardushani erdhen këta, i hinën e pushtu pak, Bulgaria u fut atje deri në ora kjo dhe ata, mas njerë për Andëria Osmane, kur me që krytë? Po që 26 vjetë. E patëm shansën. E kemi shansën. Ja, po tash. A më dërzu tash, a? Jo, më dërzu, jo, vesh gjdo qytetar shqiptar nuk bën më konë militanti asë një partije politike. Duhet me lyp përgjësi nga partije politike. 4 vjetë, vitin e 8 nuk bën e mirë, këthe o nërën tjetër. Rotacion politik. Asë një shqiptar s'duhet me qenë militant e asë një partije politike, po thotë Gjemi. Kjo edhe ma i lirun se na prej ngarkesave emocionale. Jo, s'ka blanko vot. Jo, djali mirë, s'ke punu, s'ke ecë mirë, mas 4 vjetë. Gjafër thej. Se do të gjakiri, do të njerëz me vizionën, njerëz guximtar me udheq. Disa gjina me pa Prishtinën, kër ishte Don Tërtesa, alo, 27 vjetë besim. Na e që 27 vjetë, na një këthes nuk e kem aty të Slonja Sporte, alo, do të me dalë me hina për rrugica këtu, mu këthy aty, po kjo me tik truni, po. Po s'po bëj ka për shteti me kryu një plan, e mirë dzu, do ndërtesa me honë, sa kushtonë vla 1 milion, jo për du 2, për që be 3? Bajo për këtuj. Bajo për lira në vla, bëni një legja, atje është për interesa nacionale, edhe të zhënot, ose ajo ndërtesa atje të qafa që shkon atje. Që është e pompa benzinës, jenë të ndërtesa të rëzume, ato ta shpifin, kështu, vitet 72, s'po për i ka mirëzu ato me kru një rrëthër të le, mos zhënu, vla, me hecë të kolona. Që parë të rëzomë, se ka shteti parë. është të rëcu një shpia, aty është një farë hamburgernice. A e të kuptu. Qa e dhe, do pula silën aty. Paguja vla një në shlirot, ajo është ma mirë familja vetë, a i vetë s'munët me që për pjetë. A pisha që bohën. Po jo, me ti përtu me shekuj në kanë shket. Po ideja është jo me sabotu. Ta shje se s'ban aty se ta shkuj ta vesmi shefi, se këtu gjithë një fa shefi del që atë energie, se di qa po bot, veç pak se t'kallëzojnë, pret pak që të. So ka në vynë. Dhe shefi që po, se t'ja nisë një qashtu. Me s'pibojmë kitë rrugën tjetër. Se ti se bën e bojna. Sabotim, bre? Sabotim, është me tik trunin. Me hile, thash për borë, hejt hilegjien. Gjena, politikani me madhë shqiptarë gjitha korëve Gjemi. Që është fani është i kusëndruar. Kjo ka podcastin e vetë, mësë harroni, që si dinamike e podcastin të. Kush o politikani me madhë për ty? Une kisha thonë Zogu, po e di që shumë njerëz nuk e din të vërtetën e mbretnis. Po ti dhe që thu... Jo, qërë po është do të me të kuptu drejt. Du kuptu, se une e di që për shambull qkaj që i ka qitë konturat e shtetit shqiptarë. Në unë e di që shka ardhajnë për shtetë. E dim kreta, ma bidi. Amo, vepra ti sa ka qenë për atë kohë. Po dhe për shtetin që ka marrë është me dyshem. Dëmon, problem se shumë shtira me gjithë dikon në thonë se Fanoli për shemë ka qenë i majtë. Edhe në ditë të sotit për birën për shtetet me dyshem, drejt që jedi kush për mbëlbohen që përbohen. Besim. Bota shqiptare është në ndrysnin edhe influencën e shërbimeve sekrete të fshimve tonë. Okej. Na kena mrimi ditë që jemi në ndrysnit të ne, asë për mujme edhe me menagju që ta? Jo. Për mes shkollimit, për mes ngritis, për mes mësafirve Jo, se jënë mrena ata. Jënë mrena. Një dhe thuj, në pithohem, se s'pena henë kur një neve në oksigen qëto? Zdoj me kalzu. Që si farë qëpi una? Zdoj me kalzu. Kine për emisionet, ja, bolë që si që e servinë. Veriu Mitrovicës, menimi. Unë nuk jam politikan, po perceptimin të me kam.
Periu Mitrovicës u dhonë Kumanov, e kur nuk ju ka kumtu shqiptarëve që shtuat, e kur politikan tonë, as njoni se ka kalëzu të vërtetën. Veriu u dhonë Kumanov. Marveshën e Kumanovës, për thotë. Po marveshën e Kumanovës, 99. Generali Jackson me generalin Serb, aty në shqiptar s'ka pas ma. Këta që kanë qenë akterët relevant shqiptarë, mujnë me dipë, se s'u kone shqiptarë aty ma. A më kur s'u tregu. Pse bashkë aty shkoj kvori francez, du, në veri. Pse u dha urdhën që kjo mësë me kaluarën. Ka plot të sendë, du të mi thonë, politikant. Ose me në thonë, e dim kohën kur kena mi thonë. Besim. Unë e kuptoj që në politika është arti të mundshmës dhe nuk të regohen kur të vërtetë. Kur nuk e dim që akon në dy të byllon a bisedat që janë sekretës. Se aty bëhet pazari. Aty bëhet pazari në për kafe, në për sena, për djetë. Bëhet aty me i pati thu sigur ata shfercerat që i bojnë qashtu. Në për kafe bëhen. Muhabeti është që poplit do të me dhonë pak ma shumë transparencë. Edhe tjetra është poplit do të me lypë përgjësi ma shumë për politika. Këta s'pi apin transparencën, poplit edhe ma heqë uzo me folë. Unë nuk po du më lëshu se si cili ka vlerat e veta, të mirat e veta. Gjdo politika. Po, por ka në gabime. Jo Kosova që fare e meriton, sa vani vujtën. Jo, shumë i vujtën. Edhe unë veç po thëmë se do njena shtatë shkretit dhe nuk mujnë ma shumë. A një kalzona, e tim. E di, po ishdo është me kalzona. Kalzona, thuj, s'pëmujmë ma tepër, na të kuptojmë si politikan. Unë po thëmë, unë i di si cili ka pas, ka bo diçka mirë, në ato mundësit e veta, po edhe kam bo kesh në shtalë pa vedine të. Po ka dhe tyne që s'kan mujtë më me kontrolu edhe ju ndërzu para do të këshia. Kosova meriton shumë ma shumë. Kosova meriton se Kosova ka vujtë shumë. Vara është ende e hapun, unë e veç po nisëm qyshbe 27 vjetë mësë me bo një memorial për familjes Ademja Shëmërit. Qysh, 27 vjetë besë. Ka plët kësi sana që s'kanë vujtë. Ashtu punu. E di, po bëhet projekti më i madh në Ballkan. Ka dolen ka punon. Ani. Një rrugë për Gjems për rregullohet për Omer dhe për Gjakovës vonë, një rrugë për halash që ashtu. Po shkuj ka dole këtu sa. Shumë më e një rrugë 27-8 kilometra që një 10 vjet o që ashtu. Sot ju më qunë 6:30, kur s'livret ka asë qanë, kejtë qëmë. Po. A 6:30, a di që ndodhë jashtë. Punohet, bëhet. Po, flani shqiptar, flani. A do nga frimin gjëmë të u knasë, jarë të shku. Që në me shkari punë, që në? Atë pa shfar punë. Si del punë, dije që jetë të punu për dikon tjetër, jo për veti. Kështu që bës dilin punë shikus të duhe. Si të shini vete që jenin punë, jetë të punu për dikon. Hajgare për bëj. Mashtru si shqiptari maj madhe, s'pithojmë që ta gjemi. Mirë është. Hajtë profesioni maj mirë si mas te? Profesioni ma i mirë, pa varet, ashtë është subjektive, se për shumë për profesioni... Për ty jo, vitja? Për mu, për shumë nëse kisha konë në aktor, une kisha pas qef 2 profesion, ose me qenë profesor i filozofisë, po që kam qef, nuk o që kom ledzu shumë për filozofi e këto, po me fjallë, nga që si aktor luj me fjallë, ledzoj fjallie, monologje këto, i lumjaj që di me shkru dhe me shkru fjali filozofike që di me posbërthime. Adin jam pak i mahnitun me atë dije, shumë kërë ndëgjoj Jordan Peterson ose Slavoj Zizek këtë Slovenin. Ten fillon mëson sene të reja. Sa thellë mundë bot tjetër. Ma qëllë të mozë të knoshna. Të nguaj. U përmalova. Në ata më tha, që dil hec. Hec se do të atakosh. Vit që shtu dyshushjanisin, kur ti prej ma ata koncept njëri. Ky besnik fa. Na henën besë. Na ta më fa bilet. Na henën besë. A më shku mi rëgullu në gjem, që ku i ki përgjigjo ti dhe ta rëgullu që të dritë. Po. Se vi që ra. Shkruj vetë, fol vetë. A je shku se të ra, u knashet për me qëtë njeri? Profesioni i dytë, tash mas filozofit timpanis jetë në Burnia. A i lumë jaj që më shumë Burnia. Ata e në gjithë më në rritën. A ke po? Mas qetit, jo kështu as folin shumë, vjen atë votën e vetë. Vlezo që të, që ta vish për të krami që shto, papa. Qërla. Ku me ditë kush na hini, na i dreshtresa. O ka bot farna, Sportisti shqiptar, po, me respektin e gjithë Majlinda Kelmenti. Që ka bo Majlinda, unë mendoj që ka dhe plot tjerë,
Tash mos t'ja hupim dhe Shabat Tërstenës. Mentaz Allajbeko, trajneri famshëm i mumsave. I mumsave, tani ka qenë edhe Aziz Aliu, dhe gjithë ta bokserët. Plot. Plot. Po Majline se na ka puni shpirtri mas edhe medalje olimpike, edhe qike, edhe bravo Majlinda, distria, pet kampion, sa t'i kënga Shqipe, është, qëre, une vlerësoj shumë Ismet Bejën. Për rrugën e traditës edhe vazhdimësin e këngës Gjakovarë, që nuk ove Gjakovarë, se vjenë nga Shkodra, nga Elbasan. Plot këngë, pak këngë Gjakovës, tamam këngë, pak kemi. Po është kultivu e kënga vjetër qytetare. Ka të më pasër. Shumë pasër. Gohen sa dijet, fyti kur hamë dhe ka qeni balansu. Edhe ka pas hije. E ka pas hije. Po është për shembull dhe ky Muslim Lela. Kunale shmingu ato këngë. Ka shpirti ka. Ka shpirt. Tani është Nexhmia Pagarusha, Vaçe Zele, kanë me shkruajse. Qita, i shkrum, zane, kalo. Cila këngë ta prek shpirtin ty? Mu që me më prekin shumë këngë Shqipe. Mu më prek edhe për shembull Ledri Vula me këtë MC Kreshën edhe atë Lëj Kërsan që e kanë ato për Prishtinën atë këngën. Ajo është klasik. E kunashme me nuk. Kush ti dridhë shpirtin që ka dridhë? Me më dridhë kështu është për shembull Baresha në Nexhmia Pagarushës. Me këput këngë. Çfarë tingull atë? Ato farë. Ajo është boa me sta. Shumë e madhë. Shumë ka shqiptari ka. Çfarë tekstin, tekstin e bukur. Me tëna i ka. Top. Kalo tjetërën? Ku jemi? Aktori dhe filmi shqiptar. Për aktor dihet. I madhi Beki Femiu. Ta shumë profesor e kom pasën në Petrovci, unë menoj që aty është dikun. Me te. Edhe unë i kom 4 aktorë që i kom si për qef. Hajde. është Aleksandr Mujsiu, i cili është i pari që e ka hap derën. Shqiptari, Vjenezi. I dyti është i madhi Beki Femiu, që ka qenë aktori i botës lindore, i pari që ka lujt në Hollywood dhe në përrendim. I treti është profesori jem, Enver Petrovci, që ku mësu shumë për ti edhe fatkeqësisht në iko, vtisht në la, po shpirti ti jetën gjithmonë me mu. Dhe është Mirush Kabashi. E kemi pas Mirushin, edhe që i kene vetë Mendin. E një Mendi Kabashi. E kam shoqe, kanat shoqe. Falaj bon. Do t'i bëj gjithsesi. Mirushi, pa shtukut na i ka thonë, shto i dëbumi e plot na ka thonë. Po, ti e din për shembull, a i ka dhonë shpirt, fjallës të thënë, i ka dhonë shpirt monologut. Shumë. E kanë gjallë. Po, është aktori madhë, me përmasa botnore, për mu. Enver Petrovci, aktor me përmasa botnore i teatrit. Po dhe në film ka ditë me lujt, po e u konë mjeshtë e teatr. Së film e ka lujt, po e ka pas shumë se teatri është shumë i fështirë, në vete me bo, po a i ka ditë dyat me bo, po për teatr u konë kështu ka pak. Dhe jo teatr, u konë pedagog, njeri poliglot u konë njeri i madh vizionar edhe mund dhimet që nas këna mujtë me mbrojt. Ka marrë politika dhe e ka shtila për spin-offa. Nuk e njofin, shumë shqiptari madh u konë. Enverin. E shajten e bone. Po, e degenerun, se kështu të merë politika të futë centrifugë dhe për shemë të qetë fjallë për kontestit. Qashtu, për që ata edhe një arsye më tepër që zdu po përzime ta skorë. Si ta shë që politikan ik prej ti film. Jo, zbanë, se mund dhimet dhe unë nina me faj që s'ku mujtë me dalë me mbrojtë unë atë kolegë. Nashta dikush e ka mbrojtë ma shumë, pse aji u kone ka kritiku ato që s'duhet, e ka folë, po u kone njeri me shumë vizion edhe unë jam produkti ti. Unë sot një me shumë krenari kur dalë jashtë kur në përgjirime ta konë, unë jam shumë krenari që më konë në zanë një profesori shumë meqëm, njeri shumë meqëm. Nuk më shumë shumë edhe për jetë për të. Ja da disë nga ka më besim, martonë mos rëni pa martu, porë po një fmi. Pi vitit parë. Apo një rrët të një ligjëratën si sa me? Jo, i butë, po që disa sene u kohë kështu pa kompromis. E dishi na krejt klasa e ti jena të martu me fmi. Asë njëri s'ka në e të martu. Që ta ka posë? Po, gjithmonë. Edhe shqiptarë dhe kemë. Kjo jenë martonë. E kemi pas, që sa vje për folë. Hajde, Gjem. Fjallë e ushtë shqiptare. Hajde, cilat të dheqë, cilat
Unë e kom qeni kesh të abje ujë kunturisht. Po, shpesh e përmend. qeni kesh e vërtet është. Të abje ujë kunturisht. Kështu shmerre. Shoku më i mirë, kush është? Shoku më i mirë. E emni njërit, jo. Jo. Libri vetmia, kënga, Jo. bari, lopa. Shoku më i mirë për mua është vetmia. Unë kur jam vetë, unë jam shumë votë. Ti të rata njerëz janë këtë jem vetën. Asu ma kur. Hec, do shtë të di. Pa ti çfarë më e boj këtë jem vetën. E po i du njerëz, unë ripa njerëz. Po une. Amo, kur të mvyna e koha jam, mu dhe gry jam lera atë. Çfarë më e bot këtë jem vetën. Po ma kupton botë. Pa të rata njerëz aty. Po i muzika. Me shka dush, fol qysh. Vetmia. Që kjo është Gjemi Aga e shikus të ndërruar. Vetmia. Zbulimi shpikja ma mirë. Cila? Për shumë ka se. A të dim që shumë dhe mu paskon visnjë se të qitë si pytje. Une kisha thonë air conditioning, kjo klima, Allah, kur honë zetë se se dërojtë. Adite. Edhe, të shqiptosh i vujnë pi promojës. 400 milion Amerikanë, 40 milion Kanades nuk vujnë pi promojës. Neve në kap. Neve në kap, shkuja, po, promojë. Rrimat e orit, ftofin ato, mira. Une gjithmonë kur honë zetë që qilet në kërë, që shohet air conditioning, që thujnë anglisht, edhe ti qetëso trupi, se është 48 gradësh me dek me dalë shpirti, ka njerë thëmë, aj që ka zbulu këto e njeri ma i mesë në botë, e mirëta se qytë të telefoni. A ti sa njeri këzohë? Aeroplani. Aja orta Bajrami ka paston palomat e lakta, sa njeri ka thonë mire ka. Po dhe? Po. A do më të shumë shku, a do më ecë? Po, fjalla u shqiptare, desim nuk di, për momentin nuk o kam vjetë, ka shumë fjallë, po doj plëtsova, këngëtarit i shkruva, edhe aktorët. Më knaqë, ha? Edhe 5 minuta dhe në mamoj Gjemina. Pa, që që farë një shikuzo. Fol nesër, zanë qenë podcast. Të rëni taksi të shkojnë se... sa të njësi. Besim po vazhdojnë. A të orë taksi edhe 5 minuta. Para e gjysora, ju ka thonë edhe 5 minuta. Qa ty tash jena. Vesh të e shkruj se son dhe natë aktorësh. Gjemi, a jemi i patriot? Qysh? A jemi patriot? E kom edhe i listë tjetër. Okej. E kom edhe i listë tjetër, pasi për ki qepë në najtë. Me përqindje thuma, po jo. Po jena. Jemi, a? Qështë përfshin, qështë përkuvizot të një patriot? Unë menoj një patriotosh që e do venin e vetë, nuk i bon keq venit vetë, se unë mendoj shumica popullësis... Nuk i bojmë keq. Nuk i bojmë keq. Adi se du të munojnë me analizu edhe e dojnë këtë vend, edhe ata që janë jashtë. Jashtë të në nënshmimeve, gërnac lokut. Ja, ma qëra. A do vjerë pa një vend. A lojmi 80%? Unë e kësha loni 80%. Si mas që ti kandi qysh po flet ti, pajtona dhe une. Po, një të edhe që është patriot edhe... Po, qërë patriotizmi vjen një vedije ma të thellë. Tash, a kem vedije komtare? Për që atë mu ullet pak kërësti po mirë. Po. A jemi empatik po jo? Si popull? Po dhe? Po shumë, jena na. Bravo. Se kjo vjen nga mikpritja jonë. Okej, edhe bashkëdjenjë ma tjetë. Po, bashkëdjenjë. Inteligenta jemi. Shumë të. Kupi më kanë pikra sa në bërtis, du më të ngustë ashtë pak. Unë e visho që shbojnë jashtë, që ecin para jashtë shqiptarë. Shqiptarë, okej. E shon nga perspektiva që jetoj atje. Dëmon, se to, si dëmos të shqiptarë të Shqipnis janë dorën mjavdo. Për biznes, po, se sistemi kanë qenë shkullum që shma herët e këta. Trima jemi. Jena trima, po jo ku duhet. I bje jo. Jena. Jena mo në momente ku duhet më konë. Si e? A një komplekse, të e pyte thjeshta, po përgjigjën i ka të ma komplekse. Janë komplekse, se po du me qenë pak ma i sa. Po kërkosh nuk qënë në burg që për përgjigjë që është të kështu që... Jo, absolut, vës du mu këtë shkuptu. Unë e me marë gozimin, unë për të thëmë jo. A janë për shemull trima. Shqiptarët janë konë trima, po trima janë konë kur kanë luftu për tuj. Si gjithë mercenari janë konë, për shemull në konë Tromës, në gane ka marrë ka i thmi, folën Bizanti që është Turqia, Pradëri Osmane, do më kanë luftu e një njofë si luftetartë të më dhajet fortu, se me Metali Pasha që e ka marrë me ata bashkibëzuk të vetë që jënë konë ata, këtë shqiptar jënë konë. Po trimi ka tjetër kuptim. Në atë kuptim për tjetë trima. Për veti. Për me mbrojt, vatonin tonë. Për veti o dhinë, falla. Se a i me Metali Pasha se shleri troje qiptare për shkaj atje. A të sjetra i vje mërsenar. Po.
unë e shoh pak kështu, më dhem shpirtin. Për që ata po folë, me ty më mi bo këtë bisese, plët vetë ruhen, po t'je falë ma, kanë më të shumë bërë problem bravo. Unë e poplin të me du edhe kur e kritikoj. A e po normal, po mes mi dashtë të ka i fishta, konica, që ta pizza mes ples kanë folë, s'pa të folim na. Ja folim. Që s'pa folim unë, se që s'pa të përfri. Jo, dhe unë, pse jo. A jemi mirë njës si popull. E këtu qëto se kemë. Kjo është është një problem që nuk kemë fort në njës. Edhe ajo vjen nga një mendimasi që e kemë. Të kotë, pa bazë. Shumë të kotë e pa bazë, dëshysh... Mendimasi në realitet s'ka të du për pas bazë. Theke muzajuri, që të gjatje. Kom një shok muzajuri, se ganë shumë muzikë dvjetër shtetari, një përmi 300 djallë një mirë. E më kujtu diçka, ma abedjo që a jena minjas. Nuk jena shumë. Jo, edhe ajo është pak ma thellë pinga vjen ajo. Se nuk kem qef me dalë si dëbut, se butësia, urtësia... Kalzën likësi. Kalzën likësi. Si mbas të në komplekse këto. Edhe përmes me dalë mu përfaqë si t'il, na kem shtira me thonë farnesë, ose kur të bëjnë një pyetje dyqysh si indirekt, nuk pyshin drejt me thonë, vlau, kalzëm që shbohë që kjo? Po, ose me të thjenë telefon, gjemi, a dishka të tira, po, a mund është po. Po a jemi sheke në fund, këtë mërë minal, a e halon Toronto. Po, fal, jo, hajtë le, fal mërë fal. Ose tjetra, ma klasikja, që mu ma i trunin telefon. Ku je? Që me di që me shtin ti mu kalzu drejt, e tani me thonë shko që to. Se me thonë apë ma kryni pun, këja përgjisi thotë, valoj s'jom atë. Ku je? Këjem po dëjem, shama. S'me di valla ku jem, qa më dënë? Ako, ta i këtrunin. A jemi nervës? Jena. Jena, se jena të rritën pak. Në tristni. Shuj, bon, mësën. Tu gju me pa mësën. Që tos, me di, nashta më besën, se më ka të mashtroj më këtë pytja. A jemi mashtrus? Po, jo kaj. A gjus e kësha. 51% me 49, a gjallajt me 40. Po dhe se me përqindi shkrujnë, që? 51-49. Po thua, pak ma shumë, a? Nëse s'na doli për tini atje 80 njerës një, tash dole ma shtrusa dhe në zëtë. Po tash këtu, që tash patriotizmi përfshi pak ma teme, ka ma shtrusa dhe që patriot, por në venda ma shtrën e ka përmi kry një pun patriotike. Shko, shkysa më? Një selfie-stick, vazhdo ti, bëjmë një foto. Gjemi, a jemi të bukur përfshirë edhe mu, si popull? Shumë, ti ki bukurit në bransh më desë. Veç pak. Më pas ko, hajt. Ty sytë shkëllqenj. Po. E qëmë dule e fjalla u të pëllore. Cila? Nona e shokut këti Tonin Kaçe e kom pasë një shok në bajzës Shqipnis. Nga ka vdek si një vete gjysë. Ka qenë njeri ju me ori dit me i meqër, për lasku i fundit. Ka qenë Aristotel, Platon, ton e ka pasë. Njës i thellë i antikitetit shqiptare. Njës shumë i madh i gegnistit gjuhës shqipe. A i më thoshte që nana ime është djali jam, rrujo për ati që s'ka ujë në sy. Që s'ka ujë në sy. Rrujo prej ati që s'ka ujë në sy, që për ta shkryj që të se të fjalla urtë shqiptare. Do mon, aj që ka ujë në sy, ka shkelqim, aj ka jetë, aj ka lëtë, aj ka empati. Aj në linë, në djenë. Ka mirë njohje. Po të vynë mërmashti që s'ka në kur. Po ashti që s'kesh kur. Po të gjithë të ftoft. A mërzitër vlatire herë. Atë bo vakina herë në i sanë njeta që tje qështu. Rrujo thot prej ati me nana që s'ka ujë sy. Do të të s'ka lëtë sy, është i ftoft, që është që dhe katil. është e fosh, kur nalë shumë. Se ata që i shkelqenjë sytë, ajo është edhe gëzushër, ajo din edhe me kajtë. E din edhe me kajtë. Ajo s'badam. Ja s'badam. Kur? Ja. A ki po emisionin Oksigen që ka qenë Bejtullah Destani? Jo se ku po. Para 3 jave. Këshirë është ata Bejta është shumë i zoti. Nga foka jonë që është shqiptar. Këshirë në emisionin Oksigen ka qenë, ka bo shumë punime, ka qasi në arkivat e Vatikanit Londrës në për Evropë, edhe ka dhe shkrime tjera, edhe këshirë në Oksigen se të inspiron edhe me tej për antikitetin, edhe për historinë tonë.
ka raportet në kushte me Malcolmin, ka pas shoqëni me Margaret Thatcher e tjera. Ç'ta na duani? Po që të ne duhet E mirë uroj qenë. edhe përgëzoj për punët që e bën. Shka e ka bërë me që ta? Unë e përbëj një lidhje, këtu du me bu një solstit. Kry pyetjet të... S'kemi mo, a jemi as jemi pyetja mram. A jemi as jemi qka? A jemi as jemi. Zdigjo, a jemi as... Po jena me besë. Jemi me dhe kemi më konë. Kena më konë E gjithmonë. qaqme, Kena më konë A gjithmonë. kena më folë to a veç fotografia? Ja, për bëjmë një foto, këtu se ki ndryshimin. Shiko se duash, kjo është Gjemi Oge, shqiptari joni, aktor... Oj, to me këton këtë dajak. Qomi t'i bëjmë kombesim. A, do me thonë shikus dhe natën e mirë Po, do t'i shokuna. them, të i bëjmë foto të dhe i them. Jemi në mision ne, mi halo. Di, shumë mirë, po me ty edhe muj me boksi sen. Po, shka me bo këto fotografia, për talona cili jam une? E, ndryqimi, hajde pak edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu. E, që sa bugës. Ndryqimin e ki arri. Edhe një tjetër këtu besim. Fardje, po sa Po, kom qef se u i dy. unë qef jo kjo. E, që sa bugur e tje. Që këtu edhe oksigeni, vladë këtu. Very good. Edhe, ku di drejtojmë shikuzve të... Zgrada kamerën për dalë qëtu të la... Po shkoj te kushia këtu? Ku dush, unë për largona, shikusë ndëruar, Gjemi, mas Gjemit në vjen një aktor tjetër, natë aktor, shfol Gjemi. Të dashër shqiptar ku do që jeni, si në diasporë si këtu, ju përgëzojt keni shumë shëndet, në barësi dhe begati, dhe lutëm shikone oksigenin, besimdina është i mirë, po dhe mu shikonëm nga besimi që se ma ka dhonë dhe mu pak hapsin Albania Oda Podcast, ju dua shumë, ju uroj shumë shnet edhe me të mira. Po Sami me qenë shqiptarë, besim. Bravo. Faleminderit shumë. Besim. Faleminderit, Gjemi. Respekt, ha.